Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1564, në Rom doroi jetë Michelangelo Buonarroti, piktor italian, skulptor, arkitekt, poet. 1787, perandori austriak Jozef II dalon punësimin e fëmijëve në moshën 8 vjeç. 1828, më shumë se 100 anije shkatrohen nga një stuhi e fuqishme në ngushticën e Gibraltarit. 1861, SBA Jefferson Davis bën betimin si president i Konfederatës në Montgomery, Alabama. 1861, Vittorio Emanuele II bëhet mbreti i Italisë. 1884, generali britanik Charles Gordon arrin në Khartoum të Sudanit për të mbrojtur qytetin nga rebelët. 1927, ndahet nga jeta Turan Pash Përmeti. Ishte një politikan dhe burr shteti shqiptar që shërbeu si kryeministri i dytë i Shqipërisë, nga marsi 1914 deri në shtator 1914 dhe nga dhjetori 1918 deri në janar 1920. 1929 jepen çmimet e para Oscar për arritje në kinematografi. 1957, Dedan Kimathi, udhëheqësi patriotik kenian, u vra nga qeveria koloniale britanike. 1965, Gambia mori pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. 1967, dëron jetë Julius Robert Oppenheimer, fizikant, teoricien amerikan dhe profesor i fizikës në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley. Oppenheimer ishte drejtuesi i luftës në laboratorin e Los Alamos dhe është në mesin e atyre që janë quajtur si baballarët e bombës nukleare. 1979, bie bor në Sahara në Algjerin Jugore për herë të parë dhe të vetme në histori. 2001, agenti i FBI-s Robert Hansen u arrestua për spionim për Bashkimin Sovjetik, unanimisht u dënua me burgim të përjetshëm. 2006, u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare Kel Kodheli, piktor shqiptar, ai la pas plot 60 vite krijimtari, 7 ekspozita personale në Tiranë, Shkodër, madje edhe jashtë Deut. 2008, Afganistani, Costa Rica, Britania e Madhe, SBA, Franca, Shqipëria, Turqia, Tajvani si dhe organizata OIC e njohën Kosovën si shtet i pavarur. 2013, diamante me vlerë $50 milion u vodhën gjatë një grabitjeje të armatosur në aeroportin e Brukselit, Belgjik.